Bordi i Transparencës ka rishikuar sërish çmimet tavan për karburante duke reflektuar zhvillimet më të fundit në tregjet ndërkombëtare. Për herë të parë, pas një periudhe të gjatë, vendimi i ri sjell dy lëvizje të kundërta, rritje për naftën dhe ulje për benzinën. Sipas vendimit të publikuar, çmimi maksimal i naftës për konsumatorët në tregun e pakicës është caktuar në 195 lekë për litër ose 4 lekë më shumë se niveli më parshëm prej 181 lekësh, ndërkohë në tregun e shumicës nafta do tregtohet me një çmim jo më të lartë se 183 lekë për litër. Ndryshe paraqitet situata për benzinën. Bordi ka vendosur uljen e çmimit tavan me 1 lekë për litër, duke e çuar atë në 175 lekë për litër në tregun e pakicës. Edhe në tregun e shumicës është përcaktuar një çmim maksimal për 163 lekë për litër. Vendimi i ri hyn më një herë në fuqi dhe do të mbetet i vlefshëm deri në publikimin e çmimeve të ardhshme nga Bordi i Transparencës. Autoritetet argumentojnë se përditësimi i çmimeve bazohet në luhatje e tregjeve ndërkombëtare të hidrokarbureve dhe me kostot e importit me synim për të garantuar stabilitet dhe transparencë në tregun vendas të karburanteve.